Edi Rama mban sot fjalimin e fitores së thellë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, falënderon shqiptarët që i besuan mandatin e 4 historik. Udhëheqësit evropian urojnë Ramën për fitoren. Presidenti francez Macron thotë se mbështet antarësimin e Shqipërisë, mesazhe dhe nga Ursula von der Leyen. Berisha akuzon Edi Ramën se grabiti votat me bandat kriminale. Kryeudemokrat thotë se opozita do ta çojë provat e manipulimit në Europë dhe në SBA. SPAK zbarkon edhe njërë në Shkodër për krime zgjedhore, shoqërohen disa persona për verifikime, në total 87 procedime penale. Befasi në fermën e vipave, Alba dhe Limi vendosin të ndërpresin rrugtimin e tyre, shtangen konkurrentët e tjerë. Ora 19, mirëmbrëma. Ky është edicioni kryesor i lajmeve në Vizion Plus. Ishin titull shkoj me radhë. Udhëheqësi i Partisë Socialiste. Edi Rama, një herësh kryeministri i vendit, do të mbajë pas pak fjalimin e fitores për zgjedhjet parlamentare të 11 majit nga sheshi Skënderbej. Ai ka zgjedhur të falenderojë shqiptarët që i besuan mandatin e 4 historik të shumicës së majit. Por për më shumë, për më të reja të më të fundit nga sheshi Skënderbej, do të lidhemi me Ermal Qorin. Po Ermal, fjala për ty. Përshëndetje. Në fakt, sapo kam rritur në sheshi Skënderbej kryesocialisti Edi Rama dhe njëra si kryeministri në këtë mandat të 4 fitues, padyshim i shoqëruar nga disa prej kandidatëve për deputet, të cilët tani më janë pjesë e listës fituese të garimit të garës së 11 majit. Megjithatë, jo vetëm i shoqëruar nga ana e deputetëve, por gjithashtu edhe nga ana e bashkëshortes së tij Linda Rama dhe shumë pjesëmarrës qytetarë të cilët kanë rritur në sheshin Skënderbej pikërisht për të parë atë fjalim përfundimtar, po themi kështu, të një fitoreje historike të Partisë Socialiste që i jep suksesin e mandatit të 4. Kryesocialisti Rama do të mbajë fjalën e tij falenderuese për qytetarët, ku padyshim nuk ka preferuar që të ketë fjalime të tjera dhe të flasin kandidatë të tjerë apo mesazhe të cilat lidhen ndoshta me zgjedhjet apo me diçka tjetër, por vetëm fjala e tij falenderuese, përshëndetëse për të gjithë socialistët dhe gjithë qytetarët anë mban Shqipërisë, të cilët i siguruan Partisë Socialiste mandatin e 83 mandate në këtë round të 4, po themi kështu, të qeverisjes së tij rresh. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar më herët që ky takim do të marrë pikërisht këtu ku ne jemi aktualisht në Skënderbej. Mesazhi të jetë vetëm falënderues për qytetarën, ndërsa i vetmi që e shoqëron në këtë çast është vetëm këngëtari i cili ka përzgjedhur dhe të realizojë këngën fituese, sikurse këngën e cila është përdorur gjatë fushatës, që është po themi kështu të grumoshave të reja Nozi. Në këtë çast ne jemi duke diskutuar sapo ka nisur fjalën edhe kryesocialisti Edi Rama, padyshim përpara gjithë qytetarëve, por edhe audiencës online që po e ndjekim. Kujtojmë që në këtë mandat të 4 të qeverisës, kryesocialisti Rama ka ardhur me premtimet për një Shqipëri. 33 ditë. Po. Ja ku u rikthyem prap këtu 33 ditë nga dita që u nisëm, fillimisht me gratë dhe vajzat komando të Partisë Socialiste në të 12 qarqet dhe pastaj të gjithë këti sheshi të Skënderbeut për të mbledhur çfarë mbollëm me shumë punë e me plot mund për 4 vite me radhë në zemrat dhe në mendjet e shqiptarëve. Për 30 ditë shqiptarët dëgjuan, vlerësuan, gjykuan dhe në 11 maj ata vendosën të na e besojnë ne Partisë Socialiste mandatin e 4. Dhe na besuan më shumë se asnjëherë më parë për një sfidë më të madhe se asnjëherë më parë. Sepse në 4 vjet ne mbollëm ende më shumë besim tek Shqipëria, prandaj mblodhëm ende më shumë besim nga shqiptarët. Ne mbollëm
ende më shumë shpresë për Shqipërinë, prandaj mblodhëm ende më shumë shpresë nga shqiptarët. Ne mbollëm krenari ende më të madhe për Shqipërinë europiane, që po ndërtojnë gur pas guri. Prandaj mblodhëm votjat e një mbështetje referendare për Shqipërinë që do të arsojnë Bashkimin Evropian vit pas viti. Këto zgjedhje përballën Shqipërinë që di çfarë do dhe di çfarë bën dhe punon e nuk ndalet duke u ngjitur lart e më lart, me Shqipërinë që di vetëm kë nuk do dhe zi çfarë flet dhe shan e mallkon pa pushim duke ulur poshtë e më poshtë. Shqiptarët zgjodhen me si Shqipërie gjithnjë më të mirë, të udhëhequr me krenari dhe të qeverisur me vendosmëri në rrugën e mundimshme të fatit ton europian dhe një Shqipërie të përgojuar si vend gjithnjë më i keq i tërë zezave, me sy të nxirr nga grushtat e urrëties politike dhe trupin e tërhequr zvar nga gjuhët e palodhura të asaj urrëtie. Mes dritës së hyjeve të Europës dhe errësirës së gropës së një kapele fake, Shqipëria zgjodhi hyjet. Mes zgjidhjes vështirë në maj dhe rënies së mbyllur në umner, Shqipëria zgjodhi ngjitjen. Me skorit ton për Europën dhe një grumbull i radiosh të vjetra me ca tiki-take rreth rrotull, Shqipëria zgjodhi korin ton. Faleminderit Shqipëri. Në kujtesën time, kjo fjalë fitore ka qenë më e vështira gjë sot, për të bërë një fjalë që arrin ta thot atë çka për mua është kjo fitore. Dhe ndjes sepse realisht më është e pamundur të arri ta them me gojë gjithçka që ndjej dhe mendoj prej orësh të gjata, ditësh dhe netësh pa gjumë, përballë një arritje të tillë, e cila është historike, jo thjesht për përmasën e fitores Partisë Socialiste, po mbi të gjitha për momentin historik kur kjo fitore mori jetë për Shqipërinë. Nuk ka fjalë të mjaftueshme për t'i falendëruar. Dhjetra mira, gratë e burrat, vajzat e djemt, e familjes son të madhe politike, që 4 vjet me radhë e shtruan me përpjekje, durim dhe disiplinë në çdo territor të Shqipërisë dhe së fundmi për 9 muaj, pa pushim, edhe në çdo drejtim jashtë kufive ku jetojnë shqiptarët, rrugën e kësaj fitoreje të paharrueshme. Faleminderit. Aq herë faleminderit sa që janë antar dhe antare të familjes son politike që e bën si duhet pjesën e tyre për këtë fitore. Aq herë faleminderit sa çdo mbështetës i Partisë son Socialiste që dha votën e vet për këtë fitore dhe sa çdo zgjedhës që këtë herë erdhi me votën e tij drejt nesh, edhe pse mund mos jetë tradicionalisht me ne. Një falënderim krejt veçantë do ta bëj për shqiptarët e Greqisë, Italisë, Europës, Amerikës dhe kudo tjetër ku qoftë edhe një shqiptar i vetëm u regjistrua si zgjedhës. Ka qenë një ushtrim i parë historik për nga fakti i herës parë dhe fantastik për nga numri pjesëmarrësve në raport me atë të regjistruarve, një ndër më të lartët në votimet e diasporës që kemi parë në Europë. Shumë faleminderit nga zemra, një përqafim të gjithëve nga sheshi i Gjergj Kastriotit. Edhe
pse numërimi vazhdon, është e qartë që shumica jashtë kufive të Shqipërisë mendon njësoj si shumica brenda kufive. Për Shqipërinë që ecën në drejtim në dur dhe Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian me ne të gjithë bashku, me mua dhe me Partinë Socialiste. Kjo do të thotë shumë për mua, kjo do të thotë shumë për ne të gjithë. Dhe nuk di se si mund ta them akoma që vërtet s'di se si t'i falenderoj të gjithë sa dhe si duhet. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Aqër faleminderit të gjithëve sa çka shqiptare në këtë qell. Nga ata që ndrihen të fare, pa u gdhir për të punuar tokën, dhe deri tek ata që nuk vën gjumë në sy derisa gdhihet për ta mbrojtur këtë tokë. Sepse në radhë të parë fal tyre, shumica dormuese e shqiptarëve dhe shqiptarëve votoi për një Shqipëri që ata e dinë më mirë se kushdo, bëhet gjithnjë e më e mirë. Edhe këtë herë, njësoj si herë në shkuar, ime më, Aneta nuk më ndoqi si hije dashurie pa kushte, në atë pozicionin e saj legjendar para televizorit si në një llogore lufte, deri ditën që iku të ribashkohet me Timap. Por duke qenë se dhe këtë herë që të dy u tërhoqën jashtë nga varri në fushatën e mosozotshme të mosozotshmëve, dua t'u them ma bëjnë halal dhe besoj se po na shohin nga lart së bashku dhe janë krenar për mua dhe janë krenar për Shqipërinë që ne të gjithë bashkë po ndërtojmë. Ndërkohë që unë jam sot përsëri shumë krenar për Rean dhe për Gregun, që vazhdojnë të mos na shkaktojnë asnjë dhimbje koke, që jetojnë jetën e tyre larg dritave të skenës, larg zyrave të shtetit, larg çdo marrëdhënie në konflikt interesi, duke duruar sidomos Rea, agresione të rënda verbale shpifjesh nga më të neveritshmet. Ju falenderoj nga zemra dyve dhe si gjithnjë uroj që t'ju bëj krenar me punën time sot dhe inshallah me gjurmën e punës time nesër. Por falenderimin më të veçantë e kam për të vetmen opozit që unë vazhdoj të mos arrijë ta mund dot. Por shqyr që më pranon në qeverinë e unitetit, Linda Ramën, maman e paepur të Zaos, nënën kryelar të Reas dhe shoqen besnike të Gregut. Linda është shtylla që i mban në fakt 4 këndët e këtij tavani. Shumë faleminderit grua dhe besoj se më flas edhe në emrin tënd, duke falenderuar Zaun, i cili na ringjitur si bateri me energji diellore. Kjo fitore me notën 10, të cilën e kisha në fakt parandjerë dhe parandëruar prej shumë kohësh, mund t'jetë e pabesueshme për ata që as e kanë kuptuar që Shqipëria sot është një Shqipëri krejt tjetër nga ajo dje, dhe as nuk duan ta kuptojnë që ky popull nuk ka për ta ndryshuar kurse si qeverinë që ka, pa ndryshuar më parë opozitën që s'do. Po kjo fitore nuk është hiç e pabesueshme as për mua që e kam kërkuar për ditë. Qysh 4 vjet më parë
në momenti kur sapo kam zbritur nga podiumi që ishte këtu në mbrëmjen e fitores përparshme dhe nuk është hiç e pabesueshme as për gjithë ata që nisur edhe nga shumë këtu, duke filluar nga drejtuesit politik të qarqeve, që bashkë me mua punuan shumë fort 4 vjet me radhë për ta sjellë në shtëpinë tonë rezultatin historik të 11 majit. Koha do ta thotë nëse rezultati i kësaj përballje me kundërshtarët tanë të kahershëm dhe të pandrejshëm është në fakt rezultati i një përballje përfundimtare me historinë tonë të mundimshme, në kushtet kur na ra neve shansi t'ia ndryshojmë përgjithmonë rrjedhën historisë. Gjithsesi, në kryqëzimin mes një palë zgjedhjesh politike për partinë që do qeverisë 4 vjet të ardhshme dhe një mundësie historike që Shqipëria 2030 të bëhet zonjë anëtare e familjes bashkuar europiane, ne u bëm partia që e mishëroi fuqishëm mundësinë historike në sytë e shqiptarëve që duan zonjën Shqipëri në sofrën e BE-s dhe vetën e tyre qytetarë të barabartë Bashkimit Evropian. Të tjerët u munduan të na rendin pas me sharje lebetitse dhe me premtime uleritse, por dora dorës mbetën mbrapa, derisa mbetën shumë mbrapa. Megjithatë, edhe pse rezultati përfundimtar s'ka dalë akoma, mbase s'mbetet kredi njëjti, unë dua t'i përgëzoj udhëheqësit e partive të vogla opozitare, të cilët bën betejat e tyre jo të lehta dhe i mbijetuan presionit jo të vogël të ajrit mes forcave të mëdha kryesore. Uroj që të mos ecin më tej në gjurmët e opozitës vjetër dhe të falimentuar totalisht, po të gjejnë mënyrat dhe të gjejnë durimin për të rritur si alternativa dhe jo si volume zanore në mexhelisin ton politik. Mandati që ne po mbyllim ishte deri tani mandati më i fortë qeverisës së një partie politike. Qysh prej vitit 1992. Ndërsa ky që sapo na kanë dhënë shqiptarët, do t'jetë një mandat politikisht po aq i fortë sa ai i atij viti kthese në historinë politike të Shqipërisë pikërisht në 1992. Dhe ne do të bëjmë të pamundurën që ta bëjmë edhe një mandat po aq domethënës edhe historikisht, duke i mbyllur brenda vitit 2027 negociatat për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe duke vendosur karrikën e Shqipërisë në tryezën e madhe të familjes europiane në vitin 2030. Koha e deshi që në këtë shesh Skënderbeut, kërthizë e Europës Ballkanit dhe xhevairi kryeqytetit tonë europian, ne t'u kërkojmë shqiptarëve na e besojnë ne administrimin e shansit historik të bashkimit me Europën dhe ndarjes pa kthim një herë për gjithmonë me Azinë, të cilin fati pikërisht në këtë kohë e solli në duart e Shqipërisë. Dhe shqiptarët na e plotësuan kërkesën me një mbështetje po aq kuptimplot sa sfida e madhe që na risollin këtë shesh sot, si bartës të mandatit më të rëndësishëm dhe më sfidues të Partisë Socialiste, qyse të paktën unë jam krye të saj, një mandat i fuqishëm sa nuk ka, ama për të fituar një bast historik sa nuk ka. Me Europën për Shqipërinë dhe me Shqipërinë për Europën. Ky është një mandat për të bërë një me fatin europian që kalorsi mbi kokat tona, profeti ynë kombëtar Gjergj Kastrioti na e përcaktoi si fatin ton të patitërsueshëm dhe që pasti brezat tërë shqiptarësh e bartën duke e fshehur, duke e nxjerrë përsëri, duke e mbuluar, duke e rizbuluar përsëri, duke e mohuar me gojë, duke e ripohuar me akte në kalvarin disa shekullor për mbijetesë. Derisa rilindësit tanë, herojtë e pavarësisë,
luftarët e mendimit patriotik shqiptar na e lanë të shkruar me alfabetin shqip dhe të stampuar në flamurin e kuq me shkapën dy krenare, përmes një odiseje të pafundme, kapërcimi kora shtypse dhe mjegullash verbuse, që për ne dielli lind andej nga Perëndon dhe askull tjetër. Ky është një mandat për ta mbartur me shpirt ndërdhëm gurin e pavarësisë, të drejtësisë dhe të barazisë para ligjit, derisa të mos e luaj më topi nga themelet e ngrehinës europiane të shtetit shqiptar, ku fantazmat e pandëshkueshmërisë nuk do të gjejnë më kurrë vend. Ky është një mandat që shqiptarët na e besuan ne. Po ndiqnim drejt për së drejti fjalën e kryeministrit Rama dhe kryetarit të Partisë Socialiste të Shqipërisë për falënderimet me rastin e fitores së thellë dhe vërtet historike të 11 majit e Cimtej. Pasi siguroi mandatin e 4, qeverisës Edi Rama ka marrë mesazhe urimi nga udhëheqës të ndryshëm evropian. Ata kanë theksuar se do të punojnë për avancimin, përparimin e Shqipërisë drejt antarësimit në Union. Presidenti e Komisionit von der Leyen është shprehur në drejtimin e Ramës, vendi ka bërë hapa të rëndësishëm përpara. Pas fitores së Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit, urimet për kryeministrin Edi Rama kanë ardhur nga shumë liderë ndërkombëtar, të cilët e kanë përgëzuar për rezultatin. Me një mesazh, lideri francez i drejtohet Ramës si mik i dashur, ndërsa shton se vendi i tij do të jetë gjithmonë krah Shqipërisë në rrugën drejt BE-s. Urime Edi Rama, mik i dashur, për fitoren tënde në zgjedhjet parlamentare. Franca do të jetë gjithmonë në krah të Shqipërisë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Do të takohemi që të premte në samitin e Komunitetit Politik Evropian dhe për një vizitë që duhet të na lejojë të forcojmë edhe më shumë partneritetin ton. Edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen uroi kryeministrin Edi Rama për fitoren. Përmes një postimi në rrjetet sociale, zyrtarja e lartë evropiane ka vlerësuar progresin që Shqipëria ka bërë në drejtimin e tij në rrugën drejt integrimit evropian. Urime për fitore në zgjedhje, në udhëheqjen tuaj Shqipëria ka bërë përparime të mëdha drejt bashkimit tonë, le të vazhdojmë të punojmë ngushtë së bashku për reforma drejt bashkimit evropian. Shqipëria meriton të jetë në BE, me padurim pres t'ju uroj personalisht nesër në Tiranë. Ndërsa Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos tha se pret me padurim bashkëpunimin e mëtejshëm me Edi Ramën për antarësimin e Shqipërisë në BE. Në mesazhin e tij, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar ka shprehur gatishmërinë për të vijuar bashkëpunimin mes dy vendeve. Urime Edi Rama për fitoren tuaj historike në zgjedhje. Pres me padurim të vazhdojmë bashkëpunimin për të sjellë rezultate për njerëzit e zakonshëm në të dy vendet tona. Kryeministri hungarez Viktor Orban shprehu gëzimin për takimin e tij me Ramën këtë të premte në Tiranë, gjatë samitit të 6 të Komunitetit Politik Evropian. Urime kryeministrit Edi Rama për fitoren e tij bindëse në zgjedhjet parlamentare të Shqipërisë. I dashur Edi, mezi pres t'ju shoh këtë të premte në Tiranë atë që mund të jetë një samit historik. Një mesazh erdhi edhe nga kryeministri spanjoll Pedro Sánchez. Urime Edi Rama për fitoren bindëse të Partisë Socialiste në zgjedhje. Shqiptarët mbështesin në masë dërmuese përpjekjet për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Më herët mesazhet e urimit për udhëheqësin socialist erdhën edhe nga kryeministra italiane Giorgia Meloni, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe kryeministri kroat Andrej Plenković. Sali Berisha deklaroi edhe një herë sot se nuk e njeh rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Ai akuzoi Edi Ramën se bleu vota duke përdorur banda kriminale. Kreu-demokrat nënvizoi se opozita po përgatit dosje me prova të krimeve zgjedhore sipas saj që do të dërgohen në kancelaritë europiane si dhe në Shtetet e Bashkuara. Një farsë elektorale ka quajtur kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha 11 maj, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama për organizim të strukturave të shtetit në përmbysjen e rezultatit në favor të tij. Berisha paralajmëroi se Partia Demokratike ka mbledhur prova dhe fakte që tregojnë vjedhjen sipas tij të zgjedhjeve dhe se do t'i shpalos ato deri në Senatin Amerikan nëse do të jetë nevoja. Partia Demokratike dhe opozita po përgatit luftën e fuqishme për mbrojtjen e të drejtës së votës të shqiptarëve. Ne jemi opozitë që kemi faktur, we change the world. E bam në këte. E kemi bërë.
Dhe ta bëjmë tani e kemi tani më të mundur se kemi shumë më tepër fakte. Ku do thonë ju? Në të gjitha qendrat e mëdha. Në Kongresin e Shtetet Bashkuara, Senatin e Shtetet Bashkuara, në Parlamentin Evropian, në Këshillin e Europës. Por Berisha ju shmang pyetje se cili është mesazhi që përcjell për demokratët, duke i mëshuar faktit se zgjedhjet janë vjedhur. E kemi nisë këtë betejë, e kemi bërë këtë betejë, do e bëjmë këtë betejë. Do e bëjmë dhe me sukses, majini mend këtu. Plaçka e vjedhur do të kthehet. Kjo është rregulli. Zgjedhjet janë grabitur. Kjo është dalja e tretë e Sali Berishës pas zgjedhjeve të 11 majit. Një ditë më parë, ai paralajmëroi se në 16 maj, ditën kur në Tiranë do të mblidhen liderët europian për samitin më të rëndësishëm që Shqipëria ka pritur ndonjëherë, opozita do të dalë të protestojë. 87 procedime janë regjistruar për krime zgjedhore deri tani. Denoncimet më të shumta janë bërë në Tiranë dhe në Elbasan. Ndërkohë, SPAK-u dhe agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit kanë zhvilluar kontrollin në Shkodër dhe kanë shoqëruar disa persona. SPAK e Byroja Kombëtare e Hetimit ka zbarkuar në Shkodër për goditjen e krimit zgjedhor. Sipas burimeve të Vizion Plus, në fokus është Partia Socialdemokrate, ndërsa mësohet se ka edhe të shoqëruar në Policinë e Shkodrës. Kontrollet janë shtrirë në zonën e Malësisë së Madhe dhe atë të Vaut të Dejës. Ndërkaq, nga aksioni në terren, Prokuroria e Përgjithshme regjistroi 87 kallëzime për krime elektorale. Rekordin e mban kryeqyteti me 21 prej tyre, ndjekur nga Elbasani me 11, Fieri 8, Lezhë 7 e më pas qarqet e tjera me numër më të reduktuar procedimesh. Krimet e dyshuara të cilat vunë në lëvizje organet e akuzës së rretheve janë pengimi i subjekteve zgjedhore, dëmtimi me dashje i materialit zgjedhor, shkelja e fshehtësisë së votimit, korrupsioni aktiv pasiv në zgjedhje, përdorimi i funksionit publik për qëllime politike, kanosja apo dhunimi ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje, marrja ose përdorimi i paligjshëm i dokumenteve të identifikimit, shpërdorimi i autoritetit ushtarak ose policor. Përpasoj janë vendosur pas hekurave. 7 persona në Tiranë, Lezhë, Elbasan e Fier. Gjithashtu, për 4 persona të tjerë në Elbasan është lëshuar urdhër ndalimi, ndërsa një rast nga Prokuroria e Dibrës është dërguar për gjykim. Korrupsioni aktiv e pasiv është kompetencë direkte e prokurorisë së posaçme, ndaj 6 raste të shitblerjes së votës i takojnë SPAK t'i hetoj. Për po të njëjtën vepër penale një ditë pas zgjedhjeve parlamentare, në pranga përfundoi babai i kandidates së Partisë Socialdemokrate, Limonera Bozha, Pandeli Bozha. Për këtë të fundit, sot gjykata e posaçme mori vendimin ta lërë në arrest shtëpie. Prezente në gjykatë ishte edhe kandidatja e PSD-s, që hodhi poshtë akuzat se jati i saj e ka ndihmuar atë për të blerë vota. Pas Serbisë dhe Malit të Zi, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka vizituar edhe Kosovën. Ai është takuar me presidentin Osmani dhe ka deklaruar se dialogu Prishtinë-Beograd është një kusht për integrimin. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka mbërritur në Prishtinë këtë të mërkur, ku u prit në një takim nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Biseda mes Kostës dhe Osmanit u pasua nga një konferencë për shtyp, ku presidentja e vendit kërkoi heqjen e masave ndaj Kosovës dhe një trajtim të barabartë të Kosovës dhe Serbisë në dialog. Tani me emrimin e emisarit të ri për dialog, shpresojmë që do të sjellë një frymë të re, në një qasje të balancuar dhe trajtim të barabartë të dyja palëve në këtë proces, nëpërmjet qasjes së re të leadershipit të ri të Bashkimit Evropian. Në Kosovë jemi të bindur se fokusi kryesor i këtij procesi duhet të jetë njohja reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndërsa presidenti Costa përsëriti se dialogu i Prishtinës dhe Beogradit është kushtëzues për procesin integrues në BE të secilit vend. Procesi i zgjerimit dhe integrimit i Ballkanit Perëndimor është prioritet dhe një projekt shumë i rëndësishëm për ne. Prandaj shpresojmë që ju të vazhdoni me reformat dhe, siç e dini, dialogu dhe normalizimi i marrëdhënieve me Beogradin është kushtëzues. Kjo vizitë e Kostës vjen në një kohë kur ligjvënësit e vendit nuk kanë arritur të konstituojnë kuvendin pas zgjedhjeve të mbajtura në shkurt. Ndërkohë, paraditën e kësaj të mërkure, presidenti i Këshillit Evropian ka qëndruar në Malin e Zi. Një ditë më parë, Costa ishte edhe në Serbi, ku u takua me presidentin Vučić vetëm pak ditë pasi ky i fundit vizitoi Moskën.
Ferma e vipave është tronditur nga vendimi i papritur i 2 konkurrentëve për të ndërprerë rrugtimin e tyre. Të ndjekin ç'po ndodh. Po bo ironi me mu, po kapesh me muti. Ferma VIP 2 vijon të befasoj jo vetëm publikun, por edhe vetë fermerët. Me konkurrent që paksohen dhe sfida që bëhen gjithnjë e më të ashpra, loja po shkon në një fazë të retensioni dhe gare. 2 largimet e një pasnjëshme i dha një drejtim të ri dhe të paparashikuar lojës, duke lënë të hapur rrugën për zhvillime dhe dinamika të reja mes fermerëve të mbetur në garë. 2 prej konkurrentëve më të spikatur të këtij edicioni të dytë, Alba Pollozhani dhe Lim Hoti, vendosën të ndërprisnin rrugëtimin e tyre në mënyrë të papritur. Vendimi i parë erdhi nga Alba, e cila gjatë spektaklit të mbrëmjes së të hënës deklaroi publikisht se donte të ndërpriste rrugëtimin e saj në fermë, duke humbur përfundimisht të drejtën për të fituar çmimin e madh. Rregullorja e spektaklit kërkonte që Alba të qëndronte edhe 24 orë të tjera, ndërsa një zarf i mbërritur në fermë mbrëmjen e dieshme nga kryeplak Albano dha vendimin përfundimtar. Alba Pollozhani largohet menjëherë nga firma VIP 2. Në një intervistë të shkurtër pas daljes nga ferma, Alba deklaroi se për të vlerat personale vijnë përpara çmimit dhe famës. Ajo parashikoi edhe fituesin e këtij edicioni sipas saj. Marrja e vendimit për dalë sigurisht që ishte shumë e vështirë, sigurisht që doja ta vazhdoja akoma më shumë garën, por duke vendosur disa gjëra para çmimit dhe famës, më duhet merrja vendimin që patjetër duhet dalë. Marca pa shun aty, Lim Hoti është personi që e fiton fermën, garën. Ndërsa për finalistët, minimalisht 3 finalistët që unë i shoh që do t'jenë, ose gjysmë finalistët së paku, Elinara, Frederik dhe Erand. Dhe Big Basta. Por vetëm pak orë pas largimit të Albës, një tjetër vendim befasues tronditi fermën. Lim Hoti, një prej konkurrentëve më të përfolur, vendosi të tërhiqej po ashtu nga gara. Pasha familjen po ku që ti ndrejtosh mua? Po jam ka Pasha familjen po. Fermeri, duke falendëruar produksionin për mundësinë, ka treguar edhe arsyet pse e mori këtë vendim. Eksperienca ishte shumë spektakulare, nuk do ta harroj gjatë gjithë jetës time. Ka momente shumë të bukura, të cilat do ngelen në mendjen time gjithmonë, por thjesht nuk po duroja du dal tiki të vazhdoj jetën time, jetën normale, domethënë punët, kam shumë përgjegjësi jashtë dhe duhet tikja se s'bë. Ditët që i lën vendin njëra tjetrës sillin të papritura në fermën VIP, teksa rrethi ngushtohet dhe gara shkon drejt rrugtimit final, ju mos humbisni asnjë moment në 2 kanalet e dedikuara të platformës String, si dhe në ekranin e Vision Plus. Këtu përfundon edicioni kryesor i lajmeve për sot e mërkur 14 maj. Ju urojmë mbrëmje të këndshme.